si në rastin e dytë. Po kjo mask për çfarë është? Atëherë këte kemi për pikat e zeza. Edhe për pikat e zeza janë pak problematike. Unë po bëjnë që këto maskat që përdoru në shtëpi. Që goca është ajo mosha që fillojnë e kryohen këto pikat e zeza. Edhe duke qenë që s'dua absolutisht të marrë produkte të gatshme që unë i quaj kimikate, filloj edhe i bëj vetë në shtëpi. Kështu që unë e kam testuar, është shumë e mirë, me pak shpenzime dhe jep një efekt shumë të mirë. Atëre, na duhet kafe, një lug kafe, një lug sot buke, të gjitha këto i kemi në shtëpi, një lug sheqer, dhe do shtrydhim limonin. Limon do hedhim derisa të bëhet si tip kremi. Po. Pra, e të largojmë pak këto ende tjera. Kafe, sod, sheqer, limon. Një përzierje e mirë derisa të krijohet një pastë e tillë. Kjo sigurisht është për pikat e zeza dhe tham që kjo ka dy ingredient që janë pak agresiv për lëkurën, se flasim për limonin edhe për sodën e bukës. Që absolutisht nuk duhen përdorur në pjesët afër syve, në dekolte, sepse janë pjesë që janë të ndjeshme, irritojnë. Ne prandaj e cilësuam që kjo është për pikat e zeza dhe zakonisht pikat e zeza dalin në ato pjesët e forta pak të lëkurës, sidomos të hunda, të balli dhe të mjekra. Kështu që në zonën të do të përdoret kjo përzierje. Për efekt që mos të trëmbim. Mund t'i vendosim letra sipër? Nuk po e përdorim në fytyrën tonë. Jo. E para nuk të e përdorim do se kemi vendosur një kap në fytyrë. Po jo, edhe mund të afshinim se ka marrë një kështu si tip larës fytyre të shpejt, por që ne do të tregojmë të dora. Kjo prap u bës si tip mase. Edhe këto do t'a lëm deri sa të thahet. Nuk do hedhim shumë. Unë qesh se shpëtova, se Stella më të sa bëjt ty në emision, për që nuk u dzoj. Ja, më mirë ja. Dhe një eksfolim i duhur, sepse përveç se tërheq pikat e zeza, qelizat e vdekura, bëhet dhe një eksfolim, ja ulim pak dorën që të marrë këtë ngjyrë, se e bëre në formën e zemrës aty. Një eksfolim të zona të e fytyrës. Që u bë formë zemre. E ke bërë me zemrë, e ke treguar me zemrë këtë përzierje. Kjo ishte maska e dytë, këshilla e dytë në bëje vetë.